Tash dy mysafirët e kemi në studio, Granit Bilibashi, faleminderit që sonte me neve. Faleminderit për ftesën. Burim Sulejmani, faleminderit shumë që je me neve. Faleminderit për ftesën. Na pret një ngjarje e jashtëzakonshme. Na pret një natë në Ingolstadt e organizuar nga Burimi, ku meçi kryesor do të jetë i Granitit. Granit, kush është kundërshtari, sa do të jetë e vështirë kjo sfidë? Kundërshtari është një meksikan. I shtirë ka me konë se është për një rryp kryesor të botës. Unë jam i përgatitur për çdo sen, edhe mirë si vjen, që me thonë. Kam qef me boksu, me kallzu veten që jam i fort, edhe me fitu rrypin, me bo krenar familjen dhe qytetarët. Me u transkriptu komplet, vjen VBA Super Middleweight Continental. Çka do të thotë realisht ky rryp? Sa është i rëndësishëm? E rëndësishëm është për me hi botëror lisat e botës, me që të rryp hinjtë e top 15 që tani vinë kundërshtarët të top që thujnë, ata kundërshtarët shumë të fortë edhe muj me kallzu veten tanont. Veç për që pyetje ma mirë është promoteri që u ktheva këne me njerë. Këj organizon këtë sen, unë jam veç për me ky ringin. Taman që kalon emrin dhe show must go on, është edhe Burimi. Burim, në ngjarje e madhe dhe shumë e rëndësishme, e përmendëm bisedë jashtë, tha që është një prej fight cardave ose luftrave më të rëndësishme në Gjermani aktualisht. Ma e kompletuar ja. Për momentin është fight carda më interesante për në Gjermani, sipas kvalitetit bokserave, kështu që komo kon seriozisht një mbrëmje mirë. Kena bona evente shumë të mëdha në Gjermani, kena pas meqe të mëdha, kështu që unë besoj se komo kon shumë e mirë, edhe besoj se Graniti ka me dridh Meksikën. Si promotor i boksit je tash një periudhë gjatë, ke edhe kompaninë me të cilën operon. Fillimi i Fidesportsit ka fillu në vitin 2018, kriju në 2019, fillimin e kemi pas me bokserin Tom Schwarz, Elvis Etemio, bokseri parë që ka fillu me neve, ta na kem pas plot boksera tjerë në kontrat. Për momentin bashkëpunojna me Elvisin, me Petar Milash, ka pas një duel të fort me një shqiptar, që ka fitu edhe tash me Granitin, kështu që jemi një rrugë të mirë, edhe detyra ime e Fidesportsit të mi rrit, mi prun deri nivelin ku duhet, edhe në fund tana këta vetë e vendosin a kanë sukses a ju, në ma shumë, vetëm deri në ring mi avyt ma shumë. Absolutisht. Po dolim me pak të Petar Milash e përmende edhe bashkëpunimi me to. Kush është realisht për dëgjuesit Petar Milash? Petar Milash është bokser kroat në kategori tron, e ka pas një meç shumë me rëndësi me 16 janar në Oberhausen, o kon eventi maj madh i Queensberry Promotion, ka boksu Agit Kabayel, është top 2 për momentin but, mas Aleksandr Usyk, para meqit kryesore ka pas Petar Milash kundra Granit Sholës, e ka fitu me knockout numrin e 10, për mua dhe për krejt shikus të konë meqi maj fort, kështu që e kena pas marrëveshjen me Queensberry, nëse fiton, e kem bashkëpunimin me Queensberry direkt, këta e kem arrit. E Queensberry çka do thot? Queensberry është promocioni maj fort me matchroom, me Zufa Boxing Boot, që bashkëpunojnë edhe me këta sheikat në Dubai, kështu që këta e kem arrit. Detyrën tash e keni marrëveshjen. E kemi marrëveshjen me Petar Milashin, edhe të njëjtën inshallah edhe për tjerët, edhe për Granitin. Kështu hapën rrugë edhe që kjo detyra jam me connection, me evente të mira, me meqe të mira, me tregu veten, në fund suksesi vjen për vetit. Absolutisht po. Granit, a ke studiu kundërshtarin? Ka vjen potencialisht rreziku prej tij në këtë rast? Është shmajt jak që thujnë. Po, me të majt. Southpack me të majt. Duhet
me ju këtë onë e dja si jam su, onë e shmajt, për me rrët më shumë me djatë, me ndryshu pak sistemin, veç aty e kam provuen në amateur, e kom bo shumë meqe, me trenerin njëna, që me thoi kina sparring partner si janë mëdhaj, si janë shmajtjak për me mësu të stile, taktikin e kem. A ke arrit më adaptu? Me ndryshu pak stilin? E ndryshoj shumë shpejt, se jam gjithë në training jam, edhe në përçata nuk e marr fort. Është krejt në rregull. Në këso ngjarje ka të rëndësishme si kjo, sa është e rëndësishme për krahja që vjen nga shikues? Krahja është e rëndësishme, normal se e nina, kur e din se këshyrin tonë, kur e din ti automatikisht ban më shumë. Ushton më shumë se ka herë lodhet njëri non-stop në shtrime, non-stop të këshyr heje, pije, tani thu hajt sot ja rosi gjëmë mos baj senis vetë e din se këshyrin tonë edhe e kine pa frika, duhet me dhonë maksimumin, duhet me fitu, njerëzit punshojnë. Adin tani normal se i jep vetit ma stres. Aja dëvynë, se sporti është i mirë veç kjo është sport se dëvynë pak adrenalina, dëvynë pak stresi, se aty je luft, adin je në luft që me dhonë. A u dosh me lëviz në peshti, gjatë kësaj periudhe? Jo, me lëviz jo, veç me Ramazan kom pësu pak peshtë, të të mero pak, edhe pak i kam e hup të peshtë. Sa synon me pas peshën të meqi? 76.2. 76.2 du të me konë limit, ja? Point, po, du të me konë se gram eksakt. A është e vështirë? Që ta meqit e fundit nuk o konë e shtirë, që ta është nashta pej shtrese, nashta pej sene, po më duket pak ma shtirë, veç është okej. E kryja thonë, ata një të njëstrit të halë mirë edhe edhe krushta. Burim, sa ka pas e interesim, duke marrë parasysh që ngjarja zhvillohet në Gjermani, në Ingolstadt, sa ka pas interesim për bileta prej shikuesve? Interesimi në Ingolstadt është shumë i madh. Era por eventet e kalumës i kena bona për arena shumë të mëdha, ama për herë të parë ka ndodhur që në Ingolstadt krejt janë sold out, krejt janë shit bileta komplet. Mërëna 4 javë janë shit, ja? 4 javë i kim shit krejt. Kjo e përshkruan farë supporti të madh ka Graniti atje në Ingolstadt, kështu që edhe jo vetëm prej shqiptarëve, po muj me thonë se 50% janë gjerman që kanë ble bileta, edhe shumë më ka bon edhe mu krenar, se këto së ne arritin shumë, po i arritin do, thujnë e kena shit, i marrin biletat, i folin. Po jo në qëtë formë që shumë në qëtë formë, këtu absolut janë shit, edhe nuk janë konë çmimet të lira, se edhe kjo mundësia jonë, edhe na du të më refinancu dhe qysh, ama qëfar çmime kem pas, për shumë bileta ma e lira konë 60 euro, tjirat janë konë pak ma të shtrajta, me këshyr, me kontabilitet, so janë shit biletat, i kena mush një arena me 4-5.000 vetë. Me 4-5.000 vetë? A di me këshyr me kontabilitet, me vlerë, do më thonë, kështu që jo konë shumë shpejt janë shit, edhe është një farë lokacion shumë i furt, në hotel, hera par që im të e bon, hotel është një lloj dinner dhe box, janë 2 shkalla, është ajo arena, në alti kim tavolinat VIP, janë 8 persona një tavolin, pusht janë shikus, janë 1.300 shikus. Plus VIP-a që kanë ka 2 pjesën për rathënal. Po, është shumë interesant, thash hera parë që kanë ndodhur kjo, shumë jam krenar dhe kjo tregon për përsëres edhe nërë supportin e Granitit shumë kësi lloji të eventet s'kena pas kur, edhe kështu që jem të gëzu shumë, se u avetën edhe 4 javë, ama edhe një event e kem në Ingolstadt në fund vitit, jam me 21 ose me 28 nëntor, e kem plan, kështu që ka më konë shumë event i mirë. Edhe një element shumë i rëndësishëm që e bën edhe më fort bashkëpunimin e juve dhe tregon që sa shpejt keni hyrë në treg, është fakti që bashkëpunoni edhe me një gjigant si që është Dazoni. Me Dazonin bashkëpunojmë e 5 herë që na transmetojnë, kim marrëveshjet mira me ta, me Dream Boxing, është një kompani që ka drejtat e Dazonit, kështu që gjithë na kanë transmetuar eventet edhe suport i madh,
për një promoter për bokserat se televizionit i rrit edhe bokserat e kanë famën më të madhe, kështu që edhe unë jam krenar që bashkëpunojna me ta. Është e lehtë. Nuk është e lehtë. Për faktin që Dazoni është një prej gjigantëve mediatik që merret me ekskluzivitetin e shumë sporteve, po e ka jashtëzakonisht shumë fokus edhe boksin, nuk marrin lloj-lloj ngjarje. Normal jo, do të mi plotësu do kushte, ama i kem edhe njerë për përsëritje kem fight cardën për momentin shumë të mirë. A nale me pak të fight cardave për dëgjues me tregu kush çka qysh tek është? E pas kemi kanë në fillim Bardyl Gashi edhe Istvan Kis. Bardyli janë një shqiptare ka meqi i parë, debutant. Debutem është kategori Tiranë. 6 runda janë. Okej. Ta na vjen kickbox ka çempion i botës. Kto e kemi si të njoh shumë. Është shoki. Po thu për Bardylin apo? Po, për Bardylin. Po. Valion Gashi ka Kameale Sodraska. Edhe Valioni nuk ka shumë meqe. Si 5 ai ka. 5-6 në fillim të karrierës, një djalosh i mirë, ka qef me boksu. Luan Merseli Henry Tangja. Edhe kjo debutant. Debutant është kategori Tiranë. Shumë i ri, 18 vjeçar. 18 vjeçar. Çfarë mundësi e mira? Djali i Kaçanikit është. Djali i shokit ton. Fola i përshëndesëm. Përshëndes lut. Vjen rall, Elvin Sopen e kemi pas këtu me Michael Obin. Elvin Sope edhe ky besoj e ka meqin e dytë nëse s'gaboj në profesionalizëm. Meqi i dytë është një talent shumë i madh në fillim të karrierës. Është një meq që ka provoj ky kundërshtari i tij, nuk ka tash top, po për fillim në rregull. Mirë dhe tash, kjo kampionin së në mrejnë me neha. Ka më zhvillu, ka talent Elvini, po. Shefati Sufin e pas keni me Jelson Gonzalez. Shefatin e njohin shumë e vërtet. Shumë shqiptar, shumë gjerman, është bokser i mirë. Ka pas do meqe të mira, ka boksuar edhe për çempionin e botës në Angli. Edhe kështu është djalë i mirë, djalosh është edhe. Dhe ofër Ingolstadt me Hen. Enrico Kölling, Alex Kmet qenë kanjona. Enrico Kölling u ka shumë i fortë si gjerman, ka boksuar me Atu Beterbiev. Ka boksuar me Beterbiev, no? Ka boksuar me Beterbiev. Në rundën e 12 e ka pasrëdzu Atu Beterbiev. Atu Beterbiev është ka mashinë. Ynes Ramadan Omri Bolivar. Emre Kukur Soronji Kokanjona. Emre është i Minhenit, është turk, edhe kë është bokser shumë i mirë në super metal kategori. Edhe kë ka shumë support madh për Minhenit. Edhe ajo shmajt jak është edhe kam qita si sparring partner me provu dhe sene që të qka. Edhe dy kryesorët, Peter Milash me Tamve Gjeko. Edhe kjo po do këtë interesant. Edhe dy ke harruan, Hovik Bebraham edhe Leonhard. Leonhardin e pas në harru, po. Leonhard. Është bokser shumë i mirë. Tash e ka ndryshua kategorien, tash on cruiserweight, përpora o kanën bridgeweight, një kategori që ju kriju e rej, po tash e kanë heka petat kategori, edhe kë ka boksu për titull botëror, është shumë bokser i mirë. Edhe që kjo e Peter Milash me Joel Gjekon? Peter Milash e bën edhe një match, se kena pas një ofert prej Queensberry, po nuk kena rënë dakord me kundërshtarin, kështu që Peta ka non-stop në trening edhe I gatshëm, mos më jap prish ritmin, ose e bën edhe një match me një Belgjikës, Tamve Gjeko, është edhe ky ka provoj për titull kampionat të Evropës, ka boksu me një Polak, është kundërshtar, nuk është hiç i lehtë, po edhe këto do të me kalu Peta nëse do atje nalt nivel ku po dojnë, do të me kryu edhe këtë punë. Granstein Diego Carmona, kryesorja. Graniti e ka me Meksikan, është luftarak shumë, Meksikani, ka gjëvëlla një 3 javë të ena morë, kena ronë dakord me ta, I kena arrit marrëveshjen, kështu që u duftë edhe me plotësu kushtet me pranu federata,
këtë kundërshtar, është komo bo një match shumë i mirë, nuk e ka letë, Graniti, po kjo edhe me rëndësi, se s'pëdojna me avë bon letë bokserave me amor në i match, hajtë veç më bo këtë kampiona, më bo, kështu që edhe kjo e ka edhe një sfidë për Granitin, nëse e kalon e kem për në të ardhmen, e dim ku jemi, çfarë plane, pak më letë. Më letën edhe mu edhe vetit. Për fund, një mesazh për ata që kanë më ardhur me të përcjell nga afër edhe çka të motivon para dueleve si ky. Përshëndes më sporet e gjithëve, krejt qikusht, e faleminderit për supportin e juve. Me 16 maj kismet, kina me koll atmosferën, kina me driedhin ngostote. Edhe se anë heq, jam aj fakveq po kam qef me hi në shtrime shparingit me vazhdu që shty edhe me 16 me bëllon maksimumin. Unë nuk dyshoj që kvaliteti nuk mungon as pak, po vetëm edhe një shkurt, çka të motivon para dueleve? Me çka motivohesh? Me çka motivona, kur ti membas, kur të menoj që ja kom nis, ku jam qita, që çka ka me ardh. Që të tani më kopin dhe që me thonë të sene edhe forcuna fort edhe hi kështë në fokus. Se në gjë kërkonin më veç kam qef me kry këtë meq sa më mirë. Falenderoj shumë për prezencën. Bërim edhe ty të falenderoj shumë për prezencën edhe për detajet që i zbulut në emision sonte. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për thirrje. Edhe ju uroj shumë sukses atje edhe në organizim, po edhe në betejën për titull. Për mua faleminderit edhe për ty, u kon emision shumë i mirë. Ju përshëndes gjithëve. Kush do më na po vjen në Ingolstadt. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.